Sot do të eksplorojmë një nga kapitujt më magjepsës dhe pak të njohur të historisë evropiane, besimin të vdekurit e gjallë gjatë mesjetës, një periudhë prej më shumë se 1000 vjetësh në të cilën fantazmat, shfaqjet dhe shpirtrat e shqetësuar banonin jo vetëm në legjendat popullore, por edhe në predikimet e kishave, në dorëshkrimet e manastireve dhe në imagjinatën kolektive të një kontinenti të tërë. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Ka diçka thellësisht njerëzore në mënyrën se si ne përballemi me vdekjen. Që nga regjistrimet e para të qytetërimit, qenjet njerëzore janë përpjekur të kuptojnë se çfarë ndodh kur jeta përfundon, se ku shkojnë ata që largohen dhe nëse, në ndonjë mënyrë, ata mund të kthehen. Në Evropën mesjetare, këto pyetje nuk ishin thjesht filozofike. Ato ishin pjesë e përditshmërisë, e bisedave të përshpëritura në dritën e qirinjve, e rrëfimeve të shkëmbyer midis udhëtarëve në rrugë të errëta dhe e homilive të mbajtura nga mulxhit në abatsi prej Guri. Për ata njerëz, kufiri midis botës së të gjallëve dhe botës së të vdekurve nuk ishte një vijë e ngurtë dhe e pakalueshme. Ishte, përkundrazi, një membran poroze, përmes së cilës, në rrethana të caktuara, të ndjerët mund të ktheheshin mbrapsht. Dhe është pikërisht ky besim, origjina e tij, shndërrimet dhe shfaqjet e tij përgjatë shekujve që ky dokumentar synon të hetojë. Për të kuptuar se si evropianët mesjetar i shihnin fantazmat, duhet së pari të kthehemi pas në kohë dhe të vërejmë se ideja e shpirtrave të vdekurve që kthehen në botën e të gjallëve nuk lindi në mesjet. Në botën greko-romake, historitë e shfaqjeve ishin relativisht të zakonshme. Grekët besonin se ekzistenca e të vdekurve varej nga kujtesa që të gjallët mbanin për ta. Romakët zotëronin një traditë të tërë rrëfimesh që përfshinin shpirtra që ktheheshin për çështje të papërfunduara toksore ose për nevojën e ritualeve të duhura funerale. Kur fillon periudha mesjetare, besimi te fantazmat ishte tashmë pjesë e indit kulturor evropian. Ajo që ndryshon është mënyra se si këto besime interpretohen, filtrohen dhe shndërrohen nga ardhja dhe konsolidimi i krishtërimit. Në shekujt e parë të erës së krishterë, pozicioni i kishës ndaj fantazmave shënohej nga një skepticizëm i theksuar. Mendimtar të ndryshëm dhe autoritete kishtare hidhnin poshtë mundësinë që të vdekurit të mund të ktheheshin në formë shpirtërore në planin toksor. Tertuliani, teologu pjellor kartagjenas që jetoi midis shekullit të dytë dhe të tretë, ishte një nga më emfatikët në këtë pozicion. Në veprën e tij De Anima, mbi shpirtin, ai njohu ekzistencën e një literature të gjerë mbi fantazmat, por i hodhi poshtë këto rrëfime si mashtrime, produkt i supersticionit pagan. Për Tertulianin, shpjegimi ishte relativisht i thjeshtë, çdo shfaqje që njerëzit gjykonin se ishte shpirti i një të vdekuri ishte, në realitet, vepër e djallit. Djajt, sipas tij, zotëronin fuqinë e gënjeshtrës dhe të mashtrimit, dhe ishte përmes kësaj fuqie që ata krijonin simulakra të ndjerëve për të mashtruar dhe korruptuar të gjallët. Historia biblike e shtrigës së Endorit, e cila supozohet se thiri shpirtin e profetit Samuel me kërkesë të mbretit Saul, interpretohej nga Tertuliani jo si një ringjallje e mirëfillt shpirtërore, por si një mashtrim demoniak. Zoti nuk do të lejonte, argumentonte ai, që shpirti i një profeti të thirrej nga një dreq. Agostini i Hiponës, ndoshta më ndikuesi i etërve të kishës, e thelloi këtë reflektim. Në shkrimet e tij, veçanërisht në veprën De Cura pro mortuis gerenda, mbi kujdesin që duhet treguar për të vdekurit, ai hodhi poshtë idenë se të vdekurit e zakonshëm mund të ktheheshin. Shpirti, duke u ndarë nga trupi, nuk mbart me vete lëndë fizike që mund të perceptohet nga shisat njerëzore. Vizionet e njerëzve të vdekur i atribuoheshin nga Agostini asaj që ai e quante vizion shpirtëror. Megjithatë, edhe ai pranonte përjashtime. Ai pranonte se engjëjt dhe demonët mund të krijonin dukje të vdekurve dhe se shenjtorët mund të ktheheshin për të kryer veprën e Zotit. Por kishte një pikë që e shqetësonte personalisht, nëse të vdekurit e devotshëm mund të vizitonin të gjallët, pse nëna e tij e dashur, Shën Monika, nuk i ishte shfaqur kurrë? Kjo pyetje zbulonte se, edhe për teologët më të mëdhenj, tema e fantazmave mbarte një dimension emocional që t'i kalonte argumentimin e pastër doktrinar. Ky qëndrim mosbesimi kishte një motivim specifik. Krishtërimi i hershëm luftonte për t'u dalluar nga praktikat pagane dhe, midis këtyre praktikave, kulti i të vdekurve zinte një vend qendror. Për kishën lindëse, pranimi i realitetit të fantazmave do të nënkuptonte vlerësimin e besimeve dhe ritualeve që ajo kërkonte të çrënjoste. Pozicioni fillestar ishte i qartë, të vdekurit nuk kthehen, ajo që kthehet janë demonët e maskuar. Megjithatë, ky pozicion nuk do të mbetej i pandryshuar përgjatë shekujve.
Historia e besimit mesjetar të fantazmat është, mbi të gjitha, një histori e shndërrimit gradual. Dhe pika më e rëndësishme e kthesës në këtë shndërrim lidhet me një koncept teologjik që do të ndryshonte thellësisht marrëdhënien e krishtërimit me botën e të vdekurve, purgatori. Edhe pse idea e një gjendjeje të ndërmjetme midis parajsës dhe ferrit ka rënje më të vjetra, ishte fillimi i shekullit të IX kur Kisha filloi të përqafonte në mënyrë më formale një liturgji të re të vdekurve. Ky ndryshim nuk ishte i papritur as i njëtrajtshëm, por efektet e tij ishin të thella dhe të qëndrueshme. Nëse ekzistonte një vend ku shpirtrat e të ndjerëve prisnin pastrimin para se të ngjiteshin në parajsë, atëherë ishte krejtësisht logjike që këta shpirtra të mundnin, në rrethana të caktuara, të hynin në kontakt me të gjallët. Dhe më tepër, nëse lutjet dhe meshat e kremtuara nga të gjallët mund të shkurtonin vuajtjet e këtyre shpirtrave në purgator, atëherë fantazmat kishin një arsye konkrete për t'u kthyer, e cila ishte kërkimi i ndihmës. Ky kuptim i ri teologjik hapi portat për një ortek të vërtet tregimesh me fantazma në të gjithë Evropën mesjetare. Manastiret u bën epicendra e këtyre rrëfimeve. Murgjit e shkolluar, të cilët ishin prodhuesit kryesor të teksteve të shkruara në atë kohë, filluan të kompilojnë dhe të regjistrojnë dëshmi shfaqjesh me një frekuencë të jashtëzakonshme. Dhe këto histori nuk ishin thjesht argëtim. Ato përmbushnin një funksion didaktik brenda traditës së ekzempla, shembujve, rrëfime të shkurtra të përdorura gjatë predikimeve për të ilustruar të vërtetat morale dhe shpirtërore. Një fantazm që kthehej për të kërkuar lutje u mësonte besimtarve rëndësinë e devotshmërisë dhe të bamirësisë ndaj të vdekurve. Një shpirt që tregonte mundimet e purgatorit i paralajmëronte të gjallët për pasojat e një jete mëkatare. Në këtë mënyrë, historitë mesjetare të fantazmave funksiononin si instrumente pedagogjike në shërbim të besimit të krishterë. Në këtë kontekst, një urdhër monastik luajti një rol themelor në përhapjen e rrëfimeve mbi fantazmat, cistercianët. I themeluar në fund të shekullit të 11, urdhri cistercian u zgjerua me shpejtësi, duke krijuar qindra abaci në rajone rurale. Kjo afërsi me komunitetet fshatare i vendoste murgjit në kontakt direkt me folklorin lokal, duke përfshirë rrëfimet e takimeve me shpirtrat. Në vend që t'i hidhnin poshtë këto rrëfime, shumë murgj i përfshinin ato në kompilimet e tyre të ekzemplave, duke i përshtatur ato me kuadrin e krishterë. Murgu cistercian Cezari i Heisterbahut, në fillim të shekullit të 13, hartoi Dialogus Miraculorum, dialogu i mrekullive, një koleksion i gjerë rrëfimesh të mrekullueshme dhe mbinjerëzore që regjistroi dhjetëra histori që përfshinin shfaqje të vdekurve dhe vizione të purgatorit, duke u bërë një nga kompilimet më ndikuese të rrëfimeve mbinjerëzore të mesjetës. Urdhrat lypës, si franceskanët dhe dominikanët, gjithashtu kontribuan në përhapjen e historive të fantazmave. Këta fratër, që përshkonin qytete dhe fshatra duke predikuar për popullin e thjeshtë, ndesheshin vazhdimisht me rrëfime të fenomeneve paranormale. Ishte në këtë kontekst që shoqërimi midis fantazmave dhe varrezave u konsolidua në imagjinatën popullore. Por çfarë bënin saktësisht fantazmat në historitë mesjetare? Cilat ishin funksionet e tyre, qëllimet e tyre, veprimet e tyre? Analiza e literaturës mesjetare, si asaj shekullore ashtu edhe asaj fetare, zbulon se shpirtrat e të vdekurve luanin role çuditërisht të ndryshme në këto rrëfime. Funksioni më i zakonshëm, siç u përmend tashmë, ishte ai didaktik. Fantazmat shfaqeshin për të mësuar diçka të gjallëve, qoftë përmes një shembulli moral, një paralajmërimi për pasojat e mëkatit ose një kërkese që zbulonte rëndësinë e bamirësisë dhe devotshmërisë. Në këtë kuptim, fantazma mesjetare ishte, shpeshherë, një figurë më shumë etrish se sa tmerruese, më shumë lutëse se sa kërcënuese. Ishte shpirti i dikujt që kishte bërë gabime në jetë dhe tani kërkonte, dëshpërimisht, shpëtimin përmes ndërhyrjes së të gjallëve. Një funksion i dytë i përsëritur ishte ai i paralajmërimit. Fantazmat që kishin kaluar tashmë velin midis jetës dhe vdekjes zotëronin, sipas këtyre rrëfimeve, një njohuri të privilegjuar mbi atë që priste në anën tjetër. Ata ktheheshin për të paralajmëruar të gjallët mbi rreziqet e një jete të shthurur, mbi realitetin e mundimeve që prisnin mëkatarët e papenduar dhe mbi urgjencën për t'u përgatitur siç duhet për vdekjen. Ky funksion paralajmërues zbulon një nga dallimet më të spikatura midis historive mesjetare të fantazmave dhe atyre moderne. Ndërsa historitë tona bashkëkohore të tmerit janë kryesisht të konceptuara për të argëtuar dhe frikësuar, shumë rrëfime mesjetare mbi shfaqjet mbartnin një dimension shpirtëror dhe intelektual që shkonte shumë përtej frikës së thjeshtë.
Kishte, megjithatë, një funksion të tretë që e bënte universin e fantazmave mesjetare konsiderueshëm më të zymt, tundimi. Në rrëfime të caktuara, shpirtrat që u shfaqeshin të gjallëve nuk ishin shpirtra vuajtës në kërkim të ndihmës, por qenie demoniake qëllimi i të cilave ishte të çonin personin drejt apostazisë, mëkatit dhe dënimit të përjetshëm. Këto histori pasqyronin drejt për drejt shqetësimin e vjetër të etërve të kishës me mundësinë që shfaqjet të ishin, në të vërtetë, artefakte të djallit. Dhe është pikërisht këtu ku lind një nga aspektet më intriguese të marrëdhënies mesjetare me mbinjerëzoren, nevoja për dallim, discernment. Kur një person pretendonte se kishte parë një fantazmë ose kishte përjetuar një shfaqje, pyetja themelore nuk ishte thjesht nëse rrëfimi ishte i vërtet apo i rrem. Pyetja ishte e një natyre më të thellë, ajo shfaqje vinte nga Zoti apo nga djalli? Ishte një shpirt në kërkim të ndihmës apo një shpirt i ligë në kërkim të një viktime? Kjo praktikë e dallimit shpirtëror u bë një lloj discipline brenda traditës kishtare. Klerikët zhvilluan metoda për të vlerësuar origjinën e një shfaqjeje. Një nga testet më të njohura konsistonte në kërkimin ndaj shpirtit që të recitonte një lutje. Nëse ishte i aftë ta bënte këtë, kishte një shans që të bëhej fjalë për një shpirt të krishterë. Nëse dështonte, ai zbulohej si një shpirt djallëzor. Në vitin 1458, një shpirt në dukje dashamirës ju nënshtrua këtij testi dhe, duke mos arritur të recitonte lutjen, ekspozoi natyrën e tij demoniake. Në një rast tjetër të treguar nga Jacques de Vitry në shekullin e 13, një vajzë e re katolike pothuajse u çua drejt heresisë katare nga një shfaqje që prezantohej si fantazma e nënës së saj të vdekur. Vetëm pas ndërhyrjes së priftërinjve katolik, të cilët kremtuan mesha dhe lutje, demoni u demaskua. Ky lloj hetimi zbulon diçka të jashtëzakonshme mbi mentalitetin mesjetar. Kufiri midis natyrores dhe mbinjerëzores nuk ishte një vijë e qartë siç priremi ta imagjinojmë sot. Vetë termi mbinjerëzore nuk përdorej në periudhën mesjetare në mënyrën siç e përdorim ne. Ajo që sot e quajmë mbinjerëzore ishte, për burrin dhe gruan mesjetare, thjesht një dimension i realitetit. Dhe hetimi mbi origjinën e një shfaqjeje nuk ishte një ushtrim pastërtisht supersticioz. Ishte një përpjekje racionale për të kuptuar fenomene që ishin pjesë e përvojës së jetuar të atyre komuniteteve, një lloj ekspertize shpirtërore mesjetare. Duke ekzaminuar shumëllojshmërinë e rrëfimeve mbi fantazmat përgjatë më shumë se 1000 vjetëve të mesjetës, bëhet e qartë se nuk ekzistonte një konceptim i vetëm për atë se çfarë ishte një fantazm. Evropa mesjetare nuk ishte një entitet kulturor monolit. Ishte një mozaik popujsh, gjuhësh dhe traditash. Historitë franceze të fantazmave nuk ishin identike me ato angleze, të cilat ndryshonin nga ato skandinave, iberike dhe gjermanike. Çdo rajon sillte nuancat e veta, të ndikuara si nga tradita e krishterë ashtu edhe nga besimet parakrishtere që nuk u çrrënjosën kurrë plotësisht. Megjithse disa studiues argumentojnë se që në shekullin e 10 fetë pagane ishin zëvendësuar nga krishtërimi, të tjerë mbështesin idenë se shumë nga këto besime mbietuan në fshehtësi në komunitetet rurale. Kjo këmbëngulje nënkuptonte se konceptimi mesjetar i fantazmës ishte, në shumë raste, një amalgam midis fesë së vjetër dhe asaj të re. Një nga shembujt më zbulues të këtij ndërthurjeje midis traditave pagane dhe të krishtera është fenomeni i njohur si gjuetia e egër, një motiv folklorik me origjinë skandinave. Në traditën origjinale nordike ishte një procesion spektral shpirtrash, shpesh i udhëhequr nga Odini, që përshkonte qiejt në netët me stuj. Dëshmimi i tij konsiderohej si një paralajmërim vdekjeje. Kur u përthith nga kultura e krishterë, gjuetia e egër u interpretua si një procesion shpirtrash të purgatorit ose një shfaqje demoniake. Versioni më i famshëm i këtij përshtatjeje është gjuetia e Harlekinit, Hellequin, e regjistruar nga kronikani anglo-norman Orderic Vitali në shekullin e 12. Kjo aftësi për shndërrim dhe përshtatje është, përveç kësaj, një nga karakteristikat më spikatëse të rrëfimeve mesjetare mbi fantazma. Dhe është në këtë pikë ku diskutimi çon te një nga elementet më befasuese të këtyre historive, pamja e fantazmave. Nëse dikush i kohës son do të mund t'i tregonte një personi mesjetar imazhin tipik të një fantazme moderne, atë figurë të tejdukshme që noton në ajër, ka të ngjarë që njeriu mesjetar nuk do ta njihte. Në traditën mesjetar, shumë fantazma nuk ishin eterike. Ato ishin trupore, fizike, të prekshme, më të ngjashme me atë që sot do ta quanim të vdekur të gjallë, revenancë. Kishte rrëfime për shfaqje më eterike, por tradita e fantazmave me prani fizike ishte e fortë.
Përveç kësaj, shpirtrat tregonin aftësinë për të ndryshuar formë, duke u shndërruar në kafshë, topa dritë ose figura të shformuara. Kjo aftësi, megjithse e pranishme në literaturën fantastike moderne, rrallëherë shoqërohet me fantazmat në kulturën tonë bashkëkohore. Për të kuptuar se si e gjithë kjo shfaqej konkretisht, vlen të ekzaminohet një nga koleksionet më të jashtëzakonshme të historive të fantazmave të periudhës mesjetare, tregimet e regjistruara nga një murg anonim në abatësinë e Bajlandit, Byland Abbey në Yorkshire, në Angli. Bajlandi ishte një nga abatësitë më të mëdha cisterciane të Britanisë së Madhe, e themeluar në vitin 1135 dhe e përthithur nga urdhri cistercian në vitin 1147. Në fund të shekullit të 14, abatësia përshkruhej si një nga 3 dritat shkëlqyese të veriut të Anglisë. Ishte në këtë mjedis monastik, i zhytur në traditat dhe folklorin e Yorkshirit, ku një murg, emri i të cilit nuk u regjistrua kurrë, mori një vendim që, shekuj më vonë, do të zbulonte një vlerë të pachmueshme për kuptimin e mentalitetit mesjetar. Në faqet e bardha të një dorëshkrimi të prodhuar midis shekullit të 12 dhe të 13, i cili përmbante kryesisht kopje të Elucidarium-it dhe traktate të Ciceronit, ky murg shkroi, në fillim të shekullit të 15, një seri prej 12 historish me fantazma. Dorëshkrimi gjendet sot në Bibliotekën Britanike të Londrës, i kataloguar si Royal MS-15 AGG. Këto histori mbetën praktikisht të panjohura deri në vitin 1922, kur antikuari dhe autori i famshëm i tregimeve të Tmerit M.R. James, M.R. James, i transkriptoi dhe i botoi ato në English Historical Review, duke i sjellë në vëmendjen e publikut modern. Tregimet e Bajlandit janë të shuara për disa arsye. Në radhë të parë, ato janë të vendosura lokalisht në fshatrat dhe luginat rurale të Yorkshirit të veriut, duke përshkruar njerëz real me emra të dallueshëm dhe situata të përditshme të jetës fshatare angleze në fillim të shekullit të 15. Megjithse të shkruara në latinisht, gjuha e kishës, historik pasqyrojnë qartë një traditë gojore që qarkullonte në rajon, rrëfime që murgu ndoshta i dëgjoi nga banorët lokal dhe nga vetë vëllezërit e tij më të vjetër të urdhrit. Fantazmat e këtyre historive nuk janë forcat malinje që kërkojnë të shkatërrojnë njerëzimin, si në filmat e Tmerit modern. Ata janë, në pjesën më të madhe, njerëz të thjeshtë të komunitetit që vdiqen pa rrëfyer mëkatet e tyre, pa ndrequr padrejtësitë ose pa u përgatitur siç duhet për një vdekje të mirë. Janë shpirtra që nuk arrin të gjejnë paqe dhe që kthehen nga varret për të kërkuar ndihmën e të gjallëve. Mëkatet që mundojnë këta shpirtra janë, në pjesën më të madhe, çuditërisht toksore. Në një nga rrëfimet, fantazma ndiqet për një çështje prej vetëm 6 pensësh. Në një tjetër, shpirti i një kanoniku të prioratit të Newburyt, Neburg, vuan mundime sepse kishte vjedhur lug argjendi. Në një rrëfim të tretë, një punëtor fshati ndëshkohet sepse kishte ushqyer qetë e zotërisë së tij me teprisë misri dhe sepse kishte lejuar që ata të lëronin tokën në mënyrë tepër sipërfaqësore. Këto rrëfime zbulojnë një vizion bote në të cilin edhe dështimet e vogla morale kanë pasoja që shtrihen përtej vdekjes, një perspektivë që duhet të ketë ushtruar një efekt të fuqishëm mbi besimtarët që dëgjonin këto histori gjatë predikimeve. Por është në përshkrimin fizik të fantazmave dhe në mekanikën e shfaqjeve të tyre ku tregimet e Bajlandit bëhen vërtet të jashtëzakonshme për standardet moderne. Në një nga historitë, për shembull, fantazma nuk flet përmes kordave vokale, siç do të bënte një person i gjallë. Në vend të kësaj, zëri buron nga të brendshmet e tij, të cilat janë bosh dhe funksionojnë si një lloj dhome rezonance. Në një tjetër rrëfim, një grua mban një fantazm mbi supet e saj, dhe ata që dëshmojnë skenën vërejnë se duart e gruas fundosen thellë në mishin e shpirtit, sikur ky mish të ishte i kalbur dhe në dekompozim. Këto përshkrime përforcojnë idenë se shumë fantazma mesjetare zotëronin një prani fizike shqetësuesisht konkrete, shumë larg imazhit eterik dhe të paprekshëm që ne shoqërojmë me fantazmat sot. Midis 12 tregimeve, ka një rrëfim veçanërisht mbërthyes që meriton vëmendje të veçantë. Bëhet fjalë për historinë e një udhëtari i cili, duke ecur në një rrugë rurale, ndeshet me shfaqjen fantazmatike të një kali. Kafsha spektrale nuk sillet si një kal normal. Ai ngrihet mbi këmbët e pasme, duke ngritur të parat në ajër në mënyrë kërcënuese. Udhëtari, i frikësuar, përpiqet të dëbojë krijesën duke thirrur emrin e Jezu Krishtit, siç parashikonin mësimet e kohës. Kali fantazm, atëherë, fillon ta ndjek atë dhe në një moment të caktuar shndërrohet në një top dritë, në një demonstrim të qartë të aftësisë së metamorfozës që aq shumë rrëfime mesjetare u atribuan shpirtrave.
Kjo histori ilustron jo vetëm besimin në trupsinë e fantazmave, por edhe bindjen se thirrja e emrit hynor ishte mjeti kryesor I të gjallëve kundër forcave mbinjerëzore. Një tjetër rrëfim I shuar I koleksionit përfshin James Tankerleyin, James Tankerley, një ish rektor I famullisë së Kirby, shpirti I të cilit brithte natën deri në famullinë e tij të vjetër. Të shqetësuar nga këto rrëfime, murgjit zhvarrosën arkivolin e Tankerleyit dhe detyruan një burr lokal ta transportonte atë deri në liçenin e Gormairit, Gormire, për ta hedhur në ujë. Kur qetë që tërhiqnin qeren ju afruan liçenit, u tmerruan aq shumë sa pothuajse u mbytën. Murgu që regjistroi këtë histori e mbylli atë me një lutje duke kërkuar që të mos vijej në rrezik sepse kishte shkruar gjëra të tilla, pasi kishte shkruar vetëm atë që kishte dëgjuar nga pleqt e tij. Kjo lutje zbulon tensionin që ekzistonte në mendjen e vet murgut midis detyrimit për të regjistruar këto rrëfime dhe frikës se akti I shkrimit të tyre mund të tërhiqte forca malinje. Tregimet e Bajlandit janë pjesë e një tradite shumë më të gjerë. Studiuesit kanë identifikuar ngjashmëri midis disave prej këtyre historive dhe folklorit skandinav mbi revenancë, të vdekurit që kthehen fizikisht nga varret e tyre. Mr. James vërejti se disa rrëfime kishin njehona të tregimeve popullore daneze të mbledhura nga Evald Tang Christensen. Kjo lidhje nuk është befasuese, duke pasur parasysh se Yorkshire u ndikua thellësisht nga kultura nordike gjatë epokës vikinge. Por do të ishte një gabim të mendoj se të gjitha historitë mesjetare të fantazmave kishin funksion ekskluzivisht didaktik. Megjithse shumë u konceptuan për të shërbyer si ekzempla në predikime, kishte edhe rrëfime qëllimi kryesor I të cilave ishte thjesht të friksonin. Murgu I Bajlandit dukej se ishte më I interesuar në regjistrimin e detajeve makabre dhe fantastike të shfaqjeve sesa në nxjerrjen e konkluzioneve morale. Në këtë kuptim, këto fragmente legjendash popullore mbajnë një ngjashmëri me nocionin modern të historisë së fantazmave si rrëfim argëtues. Ky dualitet midis didaktikes dhe tmerrueses është një nga tensionet më magjepse të rrëfimeve mesjetare mbi fantazma. Duke zgjeruar shikimin përtej Anglisë dhe Bajlandit, gjendet një peizazh edhe më I pasur rrëfimesh mbi fantazma. Në traditën letrare arturiane, shpirtrat e të vdekurve luajnë role të rëndësishme. Në tekstin The Adventures of Arthur, Aventurat e Arturit të shekullit të 14, nëna e mbretëreshës Guinevere, shfaqet si një fantazm gjatë një gjuetie, duke u prezantuar si një figurë e kalbur dhe e mbuluar me thithlopa dhe gjarpërinj, një portret që shërbente si paralajmërim mbi rreziqet e vanitetit. Në traditën gjermanike, Henry Buschmann, I vdekur 40 vjet më parë, ju shfaq nipit të tij në vitin 1436 fillimisht në formën e një qeni, duke zbuluar më pas detaje mbi ekzistencën e tij në purgator. Këto histori, që vijnë nga kënde të ndryshme të Evropës, ndajnë elemente të përbashkëta që zbulojnë shqetësime universale, frikën nga vdekja pa shpëtim, ankthin mbi fatin e shpirtit dhe kërkimin e sigurisë në një botë plot me pasiguri. Por ato shfaqin gjithashtu një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme rajonale, të modeluar nga traditat lokale dhe shkalla e ndërveprimit midis krishtërimit dhe besimeve parakrishtere. Përgjatë shekujve, besimi te fantazmat në Evropën mesjetare kaloi në përshëndërime të rëndësishme. Ajo që filloi si skepticizëm nga ana e autoriteteve kishtare evoluoi gradualisht drejt një pranimi të kujdesshëm, të ndërmjetësuar nga teologjia e purgatorit dhe nga praktika e dallimit shpirtëror. Ky pranim, nga ana e tij, ushqiu një prodhim gjithnjë më të bollshëm rrëfimesh mbi shfaqjet, të cilat u përhapën nëpër manastire, kisha, gjykata dhe komunitete rurale në të gjithë kontinentin. Në fund të mesjetës, besimi te fantazmat ishte I rrënjosur fort në kulturën evropiane, duke përgatitur terrenin për praninë e tyre në literaturën e rilindjes dhe atë moderne. Ura më emblematike midis fantazmës mesjetare dhe asaj moderne është shfaqja e mbretit danes në tragjedinë më të famshme të literaturës perëndimore. Kur shpirti I monarkut të vdekur shfaqet në muret e një kështjelle për të zbuluar të vërtetën mbi vdekjen e tij dhe për të kërkuar hakmarrje, ai mishëron elemente që përcaktuan fantazmën në traditën mesjetare. Kthimin e motivuar nga një çështje e papërfunduar toksore, komunikimin me të gjallët dhe paqartësinë mbi natyrën e tij të vërtetë. Kjo skenë është, në shumë aspekte, trashëgimtare e drejtpërdrejtë e historive të treguara nga murgjit cistercian shekuj më parë. Hetimi mbi të vdekurit e gjallë në Evropën mesjetare zbulon diçka që te I kalon periudhën historike. Ai tregon se marrëdhënia e njerëzimit me vdekjen dhe me mundësinë e një ekzistence përtej saj është një konstante që përshkon kulturat dhe epokat.
Fantazmat mesjetare me format e tyre trupore, shndërrimet e tyre, kërkesat e tyre për lutje dhe paralajmërimet e tyre nga bota tjetër mund të duken të ndryshme nga shpirtrat që popullojnë filmat dhe romanet tona. Por nën këto ndryshime ka një vazhdimsi të thellë. Si fshatari i Yorkshire-it që i tregonte Murgut të Bajlandit takimin e tij me një shpirt, ashtu edhe spektatori modern që sheh një film tmerri, ndajnë diçka thelbësore, perceptimin se vdekja nuk është domosdoshmërisht fundi dhe se të vdekurit, në një farë mënyre, mbeten midis nesh. Ky perceptim, në të njëjtën kohë ngushëllues dhe tmerrues, është filli më i qëndrueshëm që lidh botën tonë me botën e atyre që jetuan shekuj më parë, në një kohë kur abatësit ishin prej guri, netët ishin të errëta dhe të vdekurit mund të ecnin midis të gjallëve. Nëse ky udhëtim nëpër shekuj ka zgjuar diçka të ju, nëse në ndonjë moment të këtij rrugëtimi keni ndjer atë rrëqetje të dikujt që përkulet mbi misteret e së kaluarës, atëherë ndoshta shpirtrat mesjetar kanë përmbushur edhe një herë misionin e tyre të vjetër për të arritur të gjallët. Regjistrohuni në kanal që të mund të vazhdojmë të sjellim të ju këto rrëfime që shpëtojnë nga heshtja e shekujve zërat e atyre që erdhën para nesh. Lini komentet tuaja duke treguar se cili aspekt i kësaj historie ju ka tërhequr më shumë vëmendjen, pëlqejeni videon dhe ndajeni me ata që, ashtu si ju, besojnë se e kaluara ka ende shumë për të na mësuar. Fundja, siç e dinin Murgjit e Bajlandit, ka histori që duhen treguar që të mos humbasin për gjithmonë.